Aktori I njohur I humorit, Bes Kallaku, I është bashkuar dhimbjes së madhe që ka prekur botën e muzikës dhe artit shqiptar pas ndarjes së parakohshme nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi. Me një postim prekës në rrjetet sociale, Besi ka ndarë me ndjekësit një kujtim të çmuar, një copës nga momentet më të bukura që ai I kishte përjetuar me mikun e tij të ngushtë. Në videon e publikuar së fundmi, e cila duket se vjen nga arkiva personale e dy artistëve, Besi dhe Shpati shfaqen duke qeshur me shpirt, duke bërë humor dhe duke përqafuar njëri tjetrin si dy vëllezër të vërtet. Pamjet janë plot gjallëri dhe emocion, një kontrast I dhimbshëm me realitetin e sotëm, por njëkohësisht një dëshmi e pastër e lidhjes së fortë që ata kanë ndarë ndër vite. Për krah videos, Bes Kallaku ka vendosur mbi shkrimin e thjesht, por shumë domethënës: "E mor Shpat vëllai", shoqëruar me një ikon loti. Kjo fjali e shkurtër ka mjaftuar për të shprehur dhimbjen e madhe, mungesën e papërshkrueshme dhe tronditjen që ka përjetuar ai dhe shumë të tjerë që e kanë dashur dhe vlerësuar Shpat Kasapin si artist dhe si njeri. Ky kujtim I publikuar nga Besi rikthen edhe një herë para publikut imazhin e Shpatit plot jetë, plot dritë dhe buzëqeshje. Ai shfaqet ashtu siç miqtë e tij dëshirojnë ka kujtojnë, një njeri I dashur, I qeshur, I sinqert dhe gjithmonë I gatshëm të jap energji pozitive aty ku shkonte. Momente të tilla të sinqerta e bëjnë edhe më të fortë dhimbjen e humbjes, por njëkohësisht edhe më të çmuara kujtimet e mira. Për shumë njerëz, ky postim nuk ishte vetëm një video, por një rikthim I një figure të shtrenjtë në memorien kolektive. Fansat dhe miqtë e Shpatit kanë shpërthyer në komente ngushëllimi dhe emocion, duke falenderuar Bes Kallakun që zgjodhi ta ndajë këtë moment të veçantë. Në mes të trishtimit, ai solli edhe një herë në vëmendje shpirtin e gjallë dhe të dashur të Shpat Kasapit, një artist që edhe pse u largua fizikisht, mbetet I paharrueshëm në zemrat e të gjithëve.